Ajo që po ndodh tani është që lufta po bëhet e decentralizuar. Pra, nëse ti prodhon, pra, nëse më përpara ishte një uzinë që prodhonte tanke, dhe ti godisje uzinën që prodhonte tanke, një uzinë jashtëzakonisht si metalurgjiku siç pretendon që të përshkallëzohet. Dhe ti godet uzinën në cilën prodhohen tanket. Ajo uzinë nuk prodhon dot më tanke dhe nuk do kesh më tanke në fushën e betejës. Po kur lufta bëhet me dron dhe ti ke 4000 ndërmarrje të vogla dhe dronët prodhohen nëpër apartamente apo prodhohen në çfarëdo lloj sipërfaqe të mundshme, ti e ke shumë të vështirë të shkatrosh një gjë të tillë. Aq më tepër kur ti pjesët që merren në dronë, për shembull çipet, i merren nga jashtë. Po themi çipet e inteligjencës apo data centeret që mund të përdorosh të tjerë. Sepse për shembull, kur them apartamente kam përdor një idenë e shpërndarjes, se kupton se nuk është se prodhon apartamente, por kur ti ke 4000 pika të ndryshme, ti e ke të vështirë pastaj si kundërshtar që ta ndalosh këtë prodhim të dronëve. Sepse është e decentralizuar gjithë zinxhiri. Ata pjesët që mund të bëhen në Ukrainë, pjesët e tjera importohen nga jashtë. Ky është një problem që kanë rusët. Për shembull, rusët materialet që përdorin, çipet që përdorin për dronët e tyre, duhet i bëjnë në fabrikat e tyre. Për shkak të sanksioneve të BE-s edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, për sa i përket teknologjisë së lartë. Kështu që ata nuk importojnë dot çipe të teknologjisë së lartë nga Evropa dhe detyrohen që t'i prodhojnë në fabrikat e tyre. Dhe kjo i jep avantazh Ukrainës në kuptimin e unë të godas fabrikën e çipeve që ti ke, dhe ti ke vështirësi pastaj të prodhosh çipe ose të gjesh çipe. Gjë që është si rasti uzinës së tankeve që thash. Kurse Ukrainës në këtë rast çipet i marrin gatshme nga jashtë dhe nuk i prodhojnë vetë. Pra kjo nuk ideja është që kjo goditje mund të efektet e saj mund të ketë e para njerë në popullat, që mund të jetë, po themi, efekt psikologjik në popullat, e dyta mund të ketë në sistemin energjetik, pra të goditën ato që janë të sistemit energjetik. Sistemi e kurudhor, transporti? Sistemi e kurudhor, transporti rregullohet shumë shpejt. Nuk është më pa ti harxhon një raket, po themi që bën 4 milion, 5 milion dollar për të shkaktuar një dëm i cili rregullohet me 30.000 euro. Pra nuk të shkon në planin afatgjat. Pra ti e godet, hekur udhën, ai rije ndërton për një herë, po themi. Ti mund të godasësh ato që janë po themi ura apo gjëra të tjera, po ato kërkojnë që ti të kesh precizion shumë të lartë e tjerë që është vështirë për momentin që Rusia të shkojnë atë drejtim. Duke qenë se më tepër është e përqendruar tek ato që janë ose të paktën ato që janë, si thua, pika nevralgjike që i mendon Rusia, për shembull fabrikat në të cilat mund të prodhojnë armë apo pjesë të tjera, apo dhe vetë qyteti në drejtim të, po themi, në drejtim të terror që mund të sajojë mbi popullatën. Rusia po përfiton nga fakti që Ukraina ka një numër shumë të vogël raketash Patriot. Që Zelenski i kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës së fundmi gjithë sistemi mbrojtjes së, po themi, Ukrainës ka 3 shtresa. Shtresa e parë është ajo që është shtresa me rezet gjatë, në cilën janë, po themi, sistemet Patriot, po është dhe sistemi SAMPT, që është një sistem francezo-italian, dhe që është i ngjashëm me Patriotet, pra ka një distancë të gjatë të razgjesimit, ke një sistem të mesëm, ke këto Iris-T që është gjermanet, i cili është për këtë sistem, ke edhe sistemin e mbrojtjes të shkurtër që ke Gepardin e të tjerë, pra ke lloj-lloj, po themi, armatimesh të ndryshëm. Problemi është që ato që janë raketa balistike mund të kapen vetëm në sistemet Patriot ose sistemet SAMPT. Që Ukraina po thuaj i ka sistemet Patriot, pra kur them mund të kapen, nuk do të thotë që 100% kapen. Po, mund të kapen. Dhe për momentin Ukraina është jashtëzakonisht e dizavantazhuar nga, po themi, nga kjo gjë. Dhe masat që po merr Ukraina është e para një kërkesa që po i bëhet Shtetet Bashkuara të Amerikës apo edhe vendeve të gjirit, ju bë kërkesë për nëse kanë bateri rezerva në raketa e tjerë, që t'ja kalonin Ukrainës përkundrejt transferimit të teknologjisë antidron
kundër dronëve Shahid të Iranit, pra kërkesë është bërë prej kohësh, po dhe vendet e gjirit janë keq me rezervat e tyre. Për dënë iden, aq pak ndihmë është dhënë Ukrainës në drejtim të raketave Patriot, sa vetëm në 3 ditët e para të luftës SBA-Iran janë harxuar më shumë Patriot se ka harxuar Ukraina gjatë 4 viteve. Po. Imagjino se sa shumë kanë qenë në vendet e gjirit dhe se sa pak i është dhënë Ukrainës ndihmë, e cila ka ky po bëhet viti 5 i luftës që përballet me ato ditë për ditë. Dhe për këtë gjë i është bërë kërkesa, Shtetet Bashkuara të Amerikës i është bërë një kërkesë edhe për prodhimin apo licencimin e Ukrainës që të prodhojë raketa Patriot, duke qenë se sistemet i ka, por nuk ka raketa. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë pranuar që Ukraina të licencohet për këtë gjë, por kanë licencuar në javën e kaluar licencuan Polonin. Mbrojtja tjetër që këta pretendojnë që të bëjnë, ka të bëjë me faktin e marrjes së avionëve. Dje ka qenë në Suedi, Zelenski, me avionët Gripen, të cilët janë avion të gjeneratës 4.5. Janë avionët më të mirë pas F-35-s. Pra, F-35 është gjenerata... Faleminderit regjia për pak a shumë për këto bëhet fjalë si avion, paktën këto ka gjetur. Po këto janë avion të cilët janë të gjeneratës 4.5, janë më të avancuar se F-16 si gjenerat, janë më ekonomik, mirëmbahen më lehtë, kanë nevojë për më pak reparime dhe kanë nevojë për më pak pistë. Dhe në momentin kur domethënë ti ke probleme me një infrastrukturë ushtarake që goditet nga Rusia, për Ukrainën këto janë perfekt. Pra po themi si avion të avancuar. Këto avion shërbejnë, për do një ide, këta avion shërbejnë për një mbrojtje të integruar edhe ndaj sulmeve me raketa, sepse sulmet me raketa që ndodhin, një pjesë e tyre ndodhin nga gjuajtësit, po themi, bombarduesi strategjik, gjuajtës apo gjuajtës bombardues apo bombardues, po themi, të Rusisë. Pra, ngrihet një avion Sukhoi, Su-30 apo të tjerë, apo ngrihen avion bombardues, të cilët e lëshojnë raketën 200 ose 300 km, pra ngrihen në ajër dhe lëshojnë raketën 200 ose 300 km larg, po themi, territorit kufirit të Ukrainës, dhe për të qëndruar larg mbrojtjes së Ukrainës, dhe lëshojnë raketët që godasin. Dhe në këtë rast, Gripeni shërben bashkë, është një zgjidhje integruar bashkë me Gripenin, pra është dhe një avion tjetër që i prodhimit suedez, i cili është avion i ngjashëm me Avaxin, është avion me zbulues, që quhet, dhe ai ka radar, do të thënë që shikojnë në thellësi, nëse keni parasysh Avaxin, janë ato që kanë ato njësi antenë sateliti që u goditën edhe. Ai që u goditën në Arabinë Saudite. Ata avion janë shërbejnë për zbulim, po edhe si qendër koordinimi. Ai avion ngrihet në ajër dhe ai ka radar jashtëzakonisht fuqishëm. Ato radar që janë jashtëzakonisht fuqishëm arrin të kapin avionët e kundërshtarit më tan rrezës së, po themi, sistemeve kundërajrore. Pra, ai avion ngrihet në ajër dhe i kap, po themi, avionët rus që kur ngrihen, po themi, në aeroportet e tyre që janë, po themi, 200-300 km ose 500 km larg, po themi, Ukrainës, dhe identifikon. Dhe njëkohësisht një Gripen fluturon me radar të fikur, që të mos zbulohet në ato, dhe koordinatat, pra, ajo që ndodhë është avioni radar lidhet me avionin Gripen nëpërmjet një uplinku, dhe avioni radar i jep koordinatat e avionit kundërshtar, Gripenin, dhe Gripeni pa i hapur radart e vet, lëshon raketën e vet. Kjo raketë pastaj koordinohet nga, pra, koordinatat e avionit kundërshtar i merr vazhdimisht nga avioni, po themi, tip Avaxi, nuk është Avaxi, është tip Avaxi. Dhe shkon dhe godet në thellësi avionin kundërshtar përpara se ai të lëshojë raketa. Pra kjo përbën avantazh strategjik. Kjo duhet të kishte ndodhur shumë kohë më përpara, po për momentin, pra në këtë moment ata është folur që të ketë rreth 16 avion të tillë që do t'i jepen menjëherë Ukrainës, 16 avion Gripen. Kjo është një nga elementet më të cilët përdoret Gripenin, se ka dhe pastaj elemente të tjerë që mund të dasi, pra
nëpërmjet bombave ato që quhen JDM ose që janë më konvencionale, mund të godasi objekte në thellësi edhe në po themi brenda territorit të Ukrainës, po e kam fjalën që kjo mund të jetë një mënyrë për të ndihmuar në mbrojtjen po themi kundërorë, plus që këta avion me raketat e tyre mund të azisojnë po themi dhe ato që janë raketat cruise dhe raketat po themi dhe dronët. Sepse është e vështirë, këta nuk janë pra të rikthehemi te tipologjia e goditjes, janë 3 lloj armësh që përdor Rusia. E para janë raketa balistike. Raketat balistike janë, po themi, ato të cilat janë me mak të lartë, për shembull Oreshnik është raketë balistike. Dhe diferenca e tyre midis raketave balistike dhe raketave cruise është që raketat balistike kanë një trajektore të lartë, pra ngrihen lart në atmosferë dhe zbresin me shpejtësi terminale të shpejtë, Mach 5 apo Mach 11, siç rasti Oreshnikut. Raketat cruise fluturojnë mbi tokën. Tomahawku për shembull është një raketë cruise. Fluturon ulët mbi tokë dhe janë më të sakta dhe kanë avantazhin që mund të devijojnë trajektorin, mund të shmangen sistemet e mbrojtjes. Dhe përveç këtyre 2 lloj raketa, por janë të ngadalta, domethënë ecin me 800 km/h. Kurse ato që janë pastaj dronët, janë ato për të saturuar mbrojtjen, dronët Shahid ose Geroni që janë të këtyre, ata fluturojnë me 200-300 km/h dhe janë për të saturuar mbrojtjen. Tani dronëve Shahid dhe këtyre raketave që janë, po themi, cruise, ti mund t'i azdisosh edhe me, po themi, me avion. Pra, një avion Gripen apo F-16 dhe të tjeret, e kap, po themi, atë, i bën lock on, sepse shpejtësitë e avionit dhe shpejtësinë e raketave të avionit janë më të shpejta se një raketë cruise, dhe ti mund t'a azdisosh, teorikisht, në ajër, raketën cruise, apo mund të azdisosh, po të duash edhe dronin, nëse do të harxhosh $100,000 raketë për të rrëzuar një dron 30.000. Të mbetet Oreshniku, po thua. Të ngelin ato që janë raketa balistike. Dhe këto raketat balistike ti mund t'i azdisosh vetëm në qoftë se ose me sistemet e mbrojtjes Patriot, ose SAMT, ose mund t'i azdisosh në këtë mënyrë që thash, pra që të shkatrosh platformat nga të cilat ato nisen. Dhe platformat nga të cilat ato nisen janë platformat avionët zgjudes bombardues, anijet e flotës ruse që janë në detin e zi akoma, apo avionët bombardues të cilat këta edhe i goditën me ato operacionin e famshëm. Pra, duke sikur Ukraina në këtë rast është duke përpjekur në mungesë të ndihmës amerikane që të krijojë këtë gjë. Endri, se ndërkohë tek çështja kryesore nuk e di do gjejmë kohë. A mos ndoshta se ti fole për mobilizim total, a mos ndoshta Rusia e ndodhur përballë faktit që ashtu siç sugjeron ti nuk po e thyen dot Ukrainën të kalojë dhe të godas përtej Ukrainës për të nisur një luftë me Europën edhe NATO-n, sepse sugjerohet që të paktën nga shërbimet inteligjencës që Rusia mund godas, siç edhe shpesh kemi folur këtu në emision, një nga vendet baltike. Si e vlerëson në kuptimin ushtarak përballjen nëse shkojmë në këtë përballje? Më duket e vështirë që Rusia të hapi një front të dytë, ndërkohë që si ka dhënë zgjidhje, po themi, asaj që është, dhe imagjinoni karta kryesore e gjithë pro-putinistëve që janë në Evropë dhe pro-filorusëve që janë në Evropë, është që Rusia nuk ka problem asgjë, ka lidhje vetëm me, po themi, me Ukrainën, me sistemin nazist të Ukrainës. Pra, kjo ka qenë argumenti. Dhe në momentin kur ndodh një veprim i tillë dhe tregohet që Rusia është realisht agresor, pra nuk është ajo që bën, ti pastaj fiton një unitet në Evropë dhe një kundërvënie të Evropës, e cila pastaj për Rusin për momentin nuk ka mundësi të mbajë 2 fronte njëkohësisht. Pra të mbajë edhe frontin e Ukrainës, në cilën jo vetëm që nuk po avancon, po është duke u tërhequr paksa, dhe njëkohësisht hapi edhe një front tjetër. Domethënë, duke të çmenduri, dhe kjo çmenduri mund të ketë vetëm një justifikim, kuptimin që do që mbase teoria është që të mbjellit terror dhe Evropa pastaj në këmbim të largimit të atij kërcënimi në vendet balltike, ti lësh dorë të lirë në Ukrainë të tjerë. Po këto janë çmendurira dhe janë lojra aq të rrezikshme sa nuk mendoj që do ketë ndonjë, po themi, udhëheqës rus që të shkojë në këtë drejtim të hapë. Si e shikon fundin e këtij konflikti
në këto kushte të reja, duhet të themi? Konflikti për momentin nuk është se ka fitimtar, në kuptimin e fitimtar në fushën e betejës. Domethënë, pak a shumë prej që në 2023 që vije frontit nuk është se ka lëvizur dhe aq. Kjo bëhet viti i tretë në cilin nuk është. Do të vazhdojë edhe për disa vite kështu kjo ka për të vazhduar për sa kohë që njëra nga palët të arrijë pikën e thyrjes. Pika e thyrjes për Rusinë që është larg, po thua, si pikë thyrje. Për momentin të dy palët janë larg pikës së thyrjes dhe Rusia si ka ngelur. Pra, Ukraina është duke bërë gjithçka në krahun e vet. Ndërkohë që Rusia ka akoma edhe një armë tjetër që është mobilizimi i përgjithshëm. Mobilizimi i përgjithshëm që mund të bëhet nga shtatori e mbrapa, domethënë pas të bëjnë zgjedhje për Dumën ata, pra bëjnë një palë zgjedhje për Dumë, zgjedhje ala Putin, domethënë që i fiton gjitha Putini, po pas kësaj mund të bëjë një mobilizim përgjithshëm. Ky mund të jetë një ndryshim i cili mund të sjellë diçka në fushën e betejës, duke ditur që rusët nuk pyesin shumë për, po themi, për jetën e njerëzve, pra mund të nisin me sulme masive, e kupton, siç ndodhi dikur, nëse mbani mend Bakhmut ose këto të tjera që në çdo metër katror kishin një rus të vrarë, po fundit arritën që të merrnin, po themi, Bakhmutin. Pra, është një taktik ruse e asaj vala njerëzore e sulmit, ata e kanë në doktrinën e tyre ushtarake, që nuk ka problem, që të vritet, mjafton që të kapet objektivi, duke qenë se ka një distinvel shumë të madh në popullsi. Popullsia ruse është diku te 140 milion, popullsia Ukrainës është rreth 22 milion, kuptohet që ka një diferencë shumë të madhe. Ukraina është tani duke e mbajtur gjithçka që po e mban me teknologji. Për shkak se po rinovon më shpejt dhe duke ditur këtë disbalancim, ndërkohë që rusi i ka ngelur në dorë mobilizimin përgjithshëm, Ukraina është duke ecur në drejtimin e kundërt, duke kërkuar që ta modernizojë dhe ta kthejë ushtrinë në ushtri robotësh, duke qenë se nuk ka njerëz për të avancuar dhe plani i tyre strategjik është që në 2028 në front, domethënë 80% e trupave, pra që janë aktuale të zëvendësohen me robot. Pra, në këto trupat aktuale të mobilizuara të ngeli vetëm 20% dhe pjesa tjetër të mbulohet e gjitha me robotik, me dron, me artificial intelligence, pra intelegencë artificiale e tjerë. Pra, Ukraina po ecën në këtë drejtim. Ndërkohë që Rusia e ka të vështirë për momentin të ecën në këtë drejtim dhe ka më të lehtë që të ecën në drejtim të valës njerëzore.